Një lajm pozitiv ka ardhur së fundmi nga zyrat e qeverisë shqiptare, që prek drejt për drejt jetën e mira pensionistëve në të gjithë vendin. Kryeministri Edi Rama ka konfirmuar përmes një deklarate zyrtare se është miratuar dhe vullosur vendimi për akordimin e një bonusi financiar për pensionistët gjatë muajit korrik. Ky vendim është pjesë e një pakete mbështetëse për përbalimin e kostove në rritje të jetesës, si dhe për të lehtësuar barën financiare që sjell sezoni veror. Sipas deklaratës së kryeministrit, çdo pensionist do të përfitojë një shumë prej 100 eurosh si bonus i veçantë. Ky vendim është marrë në kuadër të masave ekonomike që synojnë të ndihmojnë shtresat më të ndjeshme të shoqërisë, në veçantë të moshuarit, të cilët shpesh janë më të ekspozuar ndaj pasojave të krizave ekonomike dhe rritjes së çmimeve. Edi Rama nënvizoi se ky veprim nuk është vetëm një ndihmë menjëhershme, por edhe një shenjë vlerësimi për kontributin shumë vjeçar që pensionistët kanë dhënë në ndërtimin e vendit. Shpërndarja e bonusit pritet të nisë në mesin e muajit korrik dhe procedurat janë tashmë në fazën përfundimtare të përgatitjes. Pensionistët do të mund ta marrin shumën përmes zyrave të postës shqiptare ose përmes llogarive të tyre bankare në varësi të mënyrës së pagjesës që ata kanë zgjedhur për pensionin e përmuajshëm. Autoritetet kanë garantuar se procesi do të jetë i organizuar dhe transparent në mënyrë që asnjë përfitues të mos mbetet pa marrë ndihmën e premtuar. Ky bonus vjen në një kohë kur rritja e çmimeve të ushqimeve, energjisë dhe shërbimeve të tjera bazë ka ndikuar ndjeshëm në fuqinë blerëse të qytetarëve dhe sidomos të pensionistëve. Përmes kësaj mase, qeveria synon të japë një mbështetje të drejtpërdrejtë për përbalimin e shpenzimeve shtesë që zakonisht sjell sezoni i verës, duke mundësuar të moshuarve një jetë më të qetë dhe dinjitoze gjatë muajve të nxehtë. Masa të tilla janë një sinjal pozitiv për qytetarët, duke dëshmuar një vëmendje të shtuar nga ana e institucioneve ndaj shtresave në nevojë, ndërsa përfituesit e bonusit janë duke pritur zyrtarisht nisjen e shpërndarjes. Kjo nisme e qeverisë është përshëndetur gjerësisht si një hap në drejtimin e duhur. Po ju çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni doni like dhe subscribe.